ishte e nevojshme të futej fiteja dhe të përçareshin muslimanët në mesveti. Në një rast, një muhaxhir e kishte goditur me shuplak një ensar, i cili ishte zemruar dhe kishte filluar ta tërras fisin e tij për ndihmë, me që rast edhe muhaxhiri kishte filluar ta tërras fisin e tij për ta ndihmuar atë. Këtë e dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i nderoi veprimet e tilla, të cilat të bëjnë thirrje në paganizëm dhe xahiliet. Mirpo, që nga ai moment, munafiqët filluan të shfrytëzojnë muslimanët më të dobët dhe të nxisin kundër njëri tjetrit. Llojet e zemrave njerëzore. Zemra e njeriu mund të jetë 1 e shëndosh, 2 e sëmur, ose 3 e vdekur. Zemra e shëndosh e njeriu është ajo e cila është plot iman, e kërkon të mirën dhe largon të keqen. Kjo është ajo zemër e cila i friksohet të ndëshkimit të Allahut dhe e synon mëshirën dhe faljen e Allahut. Do të jetë i shpëtuar vetëm kush i paraqitet të Zotit me zemër të shëndosh. Sura Shuara 89. Zemra e sëmur është ajo e cila shtiret se është në iman, kështu që kur është me besimtarët, shoqërohet me ta, ndërsa kur mbetet vetë ose me hipokritët dhe jo besimtarët, atëherë i bashkohet atyre kundër muslimanëve. Zemra e smur është plot smir, krenari, egoizëm. Ajo është e përmbytur me dyshim dhe pasione, si dhe me të gjitha ato që do të ngrihen mbi të tjerët në këtë botë. Zemrat e tyre janë të sëmura me ignorancë. E Allahu ashtoi atyre sëmundjen. Ata i pret dënimi i ashpër për shkak se gënjejnë. Sura Al-Bekare 10. Zemra e vdekur është ajo e cila i shërben njeriu që ta jetojë jetën e tij të kësaj bote deri në një kohë të caktuar, por në fakt dhe në të vërtetë ajo është e vdekur, sepse adhuron gjëra të tjera, njerëzit, kafshët. Ajo në fund nuk mund ta kuptojë as lumturinë e dynjas, ndërsa në ahiret e pret vetëm shkatrimi. Mirë për ata që e kanë zemrën të pandijeshme kur përmendet Allahu, të tillët janë në humbje të qartë. Zumer 22. Ata, hebrej, fan, zemrat tona janë të mbuluara. Jo, s'është ashtu. Por ata i ka mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre. Dhe prandaj, prej tyre shumë pak besojnë. Sura Al-Bekare 88. Qëllimi i përbashkët i çdo muslimani është fitimi i kënaqësisë së Allahut dhe vendosja në kopshtet e xhenetit, në të cilat zemrat dhe shpirtrat nuk do të friksohen, por do të kënaqen. Muslimani ka një Zot, një libër dhe një pejgamber të fundit që e pason. Në këto 3 gjëra lihen në një dhe fillohet me ndonjë piknisje tjetër, atëherë sfundi nuk do të jetë i suksesshëm. Kush konfirmon sinqerisht, unë jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, që Islami është feja ime dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi im, do të shpërblehet me hyrje në xhenet.